Jemi sërish së bashku në maratonën zgjedhore këtu në ekranin e Vision Plus, duke ndjekur hapës hapi të gjitha ngjarjet që lidhen me procesin zgjedhor të 11 majit në votimet e vlefshme për Parlamentin e Ri të Shqipërisë. Panelit i është bashkuar zonja Rita Skënde nga Komiteti Shqiptar i Helsingit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Ndërkohë që neve këtu kemi raportuar dhe kemi folur shumë gjatë zonja Skënde lidhur me dy problemet kryesore që kemi hasur deri më tani. Po të paktën më kryesori i evidentuar është raporti që kanë njerëzit me votimin. Pra është vënë re një pjesëmarrje, le të themi, jo shumë e kënaqshme deri më tani. Shpresojmë që kjo situatë të ndryshojë, sepse kemi edhe 30 minuta kohë deri në mbylljen zyrtare të kutive të votimit. Ju si e shikoni këtë trend, pra këtë lloj qasje, domethënë që nuk është ajo që pritej, të paktën deri më tani? Po, është në fakt një trend që ne kemi vretur edhe nëpërmjet vëzhguesve tanë afatgjat, lokalizuar në 14 bashkitë kryesore të vendit, ku nga kontaktet në terren, disa ditë përpara procesit të votimit, shpeshherë kemi vretur që zgjedhësit kanë qenë të shkurajuar për t'u drejtuar kutive të votimit, të zhgënjur nga çdo klasë politike në Shqipëri dhe le të themi kanë patur një mungesë të madhe besimi dhe një apati politike për të ushtruar një të drejtë kaq të rëndësishme sikurse është e drejta e votës. Ne edhe pak orë më përpara bëm një thirrje nëpërmjet rrjeteve tona sociale për të inkurajuar qytetarët, pasi nuk është zgjidhje neglizhenca apo mosvajtja drejt kutive të votimit, qytetarët duhet të shprehin bindjet e tyre, por edhe votën e tyre në mënyrë të lirë dhe të paanshme, pasi kjo është një formë e rëndësishme demokracisë pjesëmarrëse, demokracisë përfaqësuese, është populli që flet sot me votën e tij dhe këtë e bën vetëm një herë në 4 vite për të krijuar një organ të rëndësishëm sikurse është parlamenti, dhe këtë mundësi do ta ketë pas 4 viteve. Kështu që kjo është një thirrje dhe një mesazh drejtuar gjithë qytetarëve që të shfrytëzojnë këto minuta të fundit dhe të drejtohen kutive të votimit për të shprehur në mënyrë krejt lirë vullnetin e tyre, qoftë edhe nëse dëshirojnë që një fletë votimi ta konsiderojnë të pavlefshme, dhe ajo formë reagimi është, pavarësisht se le të themi pavarësisht se konsiderohet e pavlefshme. Kam një pyetje. Ju si një organizat keni arritur në këtë konkluzion përmes le të themi një sondimi që i keni bërë zgjedhësve përpara ditës votimit, pra gjatë ditëve të kaluara. Besoj që të njëjtin mekanizëm mund ta kenë përdorur dhe kanë përdorur dhe partitë politike, dhe ndoshta edhe atyre mund të ketë reflektuar ky shqetësim që thoni ju. Si ka mundësi pra që kjo nuk është le të themi dukur në një retorik ndryshe politike për të nxitur këta njerëz nga ana e partive, sepse ne kemi parë fushatën. Nuk është ndryshoi diçka le të themi nga fushatat e kaluara. Është një pyetje shumë e drejtë, sepse besoj që edhe klima që u krijua jo vetëm gjatë fushatës, por dhe më herët, por në mënyrë veçantë gjatë fushatës, retorika e përdorur ishte shumë denigruese, shumë shkurajuese. Njerëzit donin të dëgjonin për platformat më shumë, për mundësitë që ata kanë në vendin e tyre, se si mund të bëjnë gjërat më mirë dhe jo etiketime shpeshherë me elemente gjuhës urrëties, të bullizmit, edhe të formave ku kundërshtarët me terma krejt të papërshtatshëm kundërshtoheshin dhe krijonin situata jo të pëlqyeshme në publik. Dhe kjo e thellon, besoj, dhe apatin politike të qytetarëve. Po Beni, ndërkohë kemi Esido Barga, i cili është gati për të raportuar nga Vau Idejes. Po, nëse ke diçka Beni shkurt mund të thuash. Esido, nëse është gati Esido për të raportuar drejt për drejti nga Vau Idejes, sepse është një informacion që vjen drejt për drejti nga qarku i Shkodrës, nga një zonë jo le të themi shumë e qetë. Vau Idejes ka patur probleme. Esido, nëse më ndjek pra, si është situata atje në këto 30 minuta të fundit që kanë ngelur për të votuar? Landi, përshëndetje nga Vau Idejes. Në fakt kanë ngelur me pak se 30 minuta në mbyllje të procesit të votimit në orarin zyrtar nga ana e KQZ-s. Në Vau Idejes, konkretisht në shkollën e mesme të bashkisë, janë 5 qendra votimi. Në total kanë votuar deri në këtë momente 1486 qytetarë nga 3999, të cilat ishin në total në listat zgjedhore të aplikuara nga KQZ. Pra, le të themi është 1/3
të qytetarëve të cilat kanë shprehur votën e tyre drejt kutive të votimit deri në këto momente. Është e njëjta situatë siç raportuam dhe pak më herët nga zona e Bushatit, pra le të themi 1/3 e zgjedhësve kanë votuar deri në këto momente. Nuk dihet nëse në minutat e fundit pra mund të ketë ndonjë fluks apo jo të qytetarëve, edhe pse të paktën komisionerët shprehen që në nivele të tilla pra do të mbeten deri në fund të këtij procesi. Kjo ngelet për tu parë. Sa i takon qarkut të Shkodrës, të paktën zyrtarisht në orën 18:00 sipas të dhënave të KQZ-s janë raportuar 210 qendra votimi nga 405 në total, ku pjesëmarrja është në nivelin e 36.24%, ngelen ende shumë qendra votimi ende të paraportuara. E kuptoj. Ndërkohë, Esido, aty tek qendrat e votimit, shikon njerëz që po vinë, pra ka një lloj fluksi që po shtohet avash apo është qetë? Aty shikon me sy. Në fakt në këto momente që flasim, nuk ka qytetarë të cilët po i drejtohen kutive të votimit për të përfituar të paktën nga 25 minutat e fundit që kanë ngelur zyrtarisht deri në mbyllje të procesit të votimit. Kanë, le të themi, njerëz pra në ambientet e shkollave apo në afërsi të qendrave të votimit, të cilët kryesisht janë simpatizantë të subjekteve dhe politike. Vlen të theksojmë që në zonën e Vaut të Dejes nuk ka patur incidente, për ashtu disa raste të vogla, të cilat mund të kenë patur me ngritje tonesh ose le të themi një përplasje verbale mes komisionerëve apo mbështetësve të subjekteve politike, por incidente të shëshuara me njerë, ku nuk është dashur as prania e forcave të policisë apo le të themi të merren masa më imediate në bllokim të procesit të votimit. Pra kanë qenë disa debate të vogla të cilat janë shëshuar duke mos senuar as pak procesin e votimit. Faleminderit Esido Barkaj, drejt për drejti nga Vau i Dejës, procesi i qetë, njerëzit kanë shkuar të votojnë, jo ajo që pritej, megjithatë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka freskuar pra të dhënat në rang vendi në orën 18, thot KQZ, pjesëmarrja në votim është 41.22%. 41 për 3060 qendra votimi nga 5225, pra më shumë se sa gjysma. Nëse do të bëjmë një krahasim standard me vitin 2021, pjesëmarrja atëherë ka qenë 45.48, pra është thuajse e njëjti trend që ruhet me një diferencë prej 5 deri në 6%, por gjithmonë duke llogaritur që ka akoma një numër qendrash votimi të pa raportuara. Ndërkohë që nëse do shkojmë tek qarqet në orën 18, të dhënat tregojnë që kemi në Berat për shembull 38.9%, kemi Dibrën 48.41%, kemi Durrësin 39.17%, kemi Elbasanin 40.71%, Fieri 41.21%, Gjirokastra 36.3%, Korça 40.11%, Kuksi 45.73%, Lezhë 39.7%, Shkodra 36.8%, Tirana 47.28% dhe Vlora 29.2%. Po bebi. Kisha diçka në varës të argumentit të zonës Skënder. Është e vërtet që ne jemi një demokraci përfaqësuese. Kjo është dita e vetme ku njerëzit jo thjesht prejnë vullnetin, por janë përgjegjës për shtetin e tyre. Po çfarë ndodh? Që në momentin që ata hedhin votën sot, ata zhbëhen nga atributet e tyre, sepse vota e çdo individi shqiptar përfaqësohet nga ligjvënës që shumicën e rasteve ne kemi parë janë poshtë nivelit, më vjen keq të them, të më shumë se gjysmës së popullsisë shqiptare. Dhe çfarë do të them? Ju e keni parë që vota në kuvendin tonë është votë kryetarësh dhe më publiku është i papërfaqësuar dhe unë këtu gjej pjesën të themi menefregistët popullsisë edhe për diçka tjetër, që në momentet kur shpallën listat, të shikosh emrat në listat e mbyllur dhe unë që sot mund të them me bindje, jo kategorike, sepse kategorit nuk mund të ekzistojnë në politikë, që kjo legjislaturë do jetë edhe më e dobët se legjislatura më përpara, siç ishte legjislatura aktuale më e dobët se sa legjislatura më para, dhe ajo më e dobët se një më tepër. Çfarë duhet të them në këtë rast? Mjafton të shikosh cilësinë e njerëzve që na përfaqësojnë dhe që do jenë në parlament, dhe që janë, nuk e di nga matematike, duhet të jenë më shumë se 1/3 apo jo. Dhe
Jo, them njerëzit që janë në listat të mbyllura. Pjesa duhet të jenë rreth 80. Duhet të jenë rreth 80, është më shumë se 1/3. Pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe janë listat të mbyllura. Për veten tënde, për individin, në mënyrën si mund votosh njerëz që janë poshtë nivelit tënd. Kjo është një nga gabimet më të mëdha që kanë bërë forcat politike. Po nga ana tjetër dhe mënyra se si ata e trajtojnë votuesin shqiptar. Uroj të paktën që në të ardhmen kjo të rregullohet, po kemi dhe një problem të madh që besoj organizata juaj e ka vërejtur. Një nga vërejtjet kryesore të OSBE Odirit që këtu kalon pa i kushtuar vëmendjen e duhur është, në mos gaboj, pa e perifrazuar fjalë për fjalë, të edukohet publiku shqiptar për të votuar. Unë besoj që kjo pikë mungon krejtësisht. Ka dhe eksperienca nga vende të ndryshme që kanë bërë me detyrim votimin? Po, të kuptoj, po ka një problem të madh edhe në këtë rast, që antropologjia jonë nuk është antropologjia e tyre. Ti duhet përshtatesh për vendin tënd. Duhet punuar më shumë thënë juve me edukimin në të gjitha nivelet? Jo thjesht në rrafshin shkollor, po diçka më shumë dhe në aspektin moral, sepse nuk mund të vazhdohet më kështu. Unë kuptoj për shumë që militantët ngren dorën për çdo gjë që thot zoti Berisha dhe zoti Rama, por është paradoks shumë i madh që ti të përfaqësohesh, po ju them edhe një herë, me njerëz që janë poshtë nivelit tënd. Ndërkohë, besoj ju keni referuar vazhdimisht për parlamentin tonë. Zoja Leshi është marrë, besoj, kush e di sa herë para parlamentit tonë. Një pjesë e mënyrës se si ata drejtohen, mënyrën për shembull ju e pat në buxhet, mënyrën se si ata ngrinin çështjet, jo thjesht lëmë për të dëshiruar. Ata nuk e kuptojnë shtetin. Dhe më thuaj, si mund të shkojmë ne të dy të votojmë për këta njerëz, pa çka se një pjesë e madhe shqiptarëve kupton dhe detyrën të paktën morale që ti duhet votosh një herë në 4 vjet, po kjo s'mjafton. Nuk mjafton. Dhe nuk e di... Pra duhet ketë një ndryshim, thonë juve, në një shkallë tronditëse. Një edukim qytetar, çfarë është e drejta e votës, çfarë rëndësie ka ajo, çfarë mund të bëj ndryshim me ushtrimin e drejtës së votës, por jo vetëm me drejta e votës, edhe për gjatë. Jemi në 2025 dhe ne flasim akoma për edukim për të drejtën e votës. Ka nevojë. Jemi në negociata me Bashkimin Evropian ku procesi zgjedhor, drejta e votës, pra vota është themeli i demokracisë. Nuk e di se si mund të shkojmë në këtë drejtim, ndërkohë që akoma flasim për nevojën e edukimit, për të drejtën e votës. Informimi dhe edukimi është të na ndjek gjithmonë, nuk ka të bëjë me fazat të caktuara. Kam fjalën domethënë që jemi akoma mos jemi të vonuar pak në këtë proces. Ajo që bëjmë ne është kjo që ne kujtohemi kur afrohemi te zgjedhjet. Kjo gjë nuk duhet na marrë kohë afër zgjedhjeve. Ne këtë gjë duhet ta bëjmë përgjatë. Me të mbaruar zgjedhjet, bëhet një analizë zgjedhjesh, me të mbaruar bëhet një bilanc, nxirren problematikat dhe pastaj mbi bazën atyre ndërtohet një strategji e cila do të shkojë tek zgjedhësit, e cila shkon tek partitë politike, e cila shkon tek të gjithë subjektet të cilat marrin pjesë në këtë, sepse kemi të bëjmë me financimin, kemi të bëjmë me të drejtën e votës, kemi të bëjmë me shumë elementë tjerë. Zgjedhjet nuk janë vetëm një element i caktuar. Por ajo çfarë bëjmë partitë politike është që nuk e bëjnë këtë analizë më një herë. Pra kujtohen, kur afrohemi afër zgjedhjeve 2 dhe 3 muaj para zgjedhjeve, të bëjnë ndryshimet ligjore, dhe këto ndryshime ligjore nuk kanë kohë të përtypen, të perceptohen dhe pastaj të zbatohen. Ato duan dhe akte në ligjore të nxirren, të cilat ato nxirren në mënyrë të shpejtë, dhe sigurisht që njerëzit pastaj janë të paqartë për çdo gjë që bëhet. Pra në këtë koncept do thosha informimi dhe edukimi duhet na ndjek gjithmonë, sepse brezat rriten, pjesa tjetër ikën dhe kështu që ai edukimi prandaj themi duhet na ndjek gjithmonë. Nuk është se është në një fazë të caktuar, por do të thosha që gjithëpërfshirja ka shumë element. Ndërkohë, duhet të pyes edhe për një gjë që nuk e prekëm pak më herët, por që ka qenë shumë e rëndësishme. Për herë të parë në këto zgjedhje ne kemi parë përfshirjen e prokurorisë posaçme kundër krimit dhe korrupsionit me strukturat e veta, pra në terren. Kemi parë task forcat që kanë vepruar në qarqet, në gjitha qarqet e vendit thuajse, por që kanë qenë më të dukshme në qarqet më problematike, në Shkodër për shembull, kemi parë në Elbasan, kemi parë këtu në Tiranë. Kështu që së pari nga ju, zonja Skëndej, si shikoni ju këtë, çfarë efekti ka patur përfshirja e SPAK-ut drejt për drejti në terren? Nga pikpamja numerike ka pas një numër të konsiderueshëm,
kallëzimesh që janë referuar, qoftë në SPAK, qoftë në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. 150 mos gaboj deri. Po, dhe që kjo tregon një trend rritës në raport me zgjedhjet e kaluara, nga pikpamja cilësore është ende herët pasi procesi hetimor minimalisht zgjat 3 muaj dhe ne do të shikojmë se çfarë do ndodh me këto procedime penale. Një pjesë e rasteve nuk kanë filluar për shkak se nuk janë vënë re element të veprës penale. Sërish dhe këto vendime vlen të analizohen dhe të shikohen për të kuptuar nëse ishin mundësit që të fillonte një proces penal dhe një hetim përpara se të kishte një vendimarrje të tilla apo jo. Sepse e kaluara ka treguar që në rastet e mos fillimit të procedimit penal, pra kur nuk kanë filluar hetimet, ka patur të dhëna dhe indicje të cilat mund të verifikoheshin më mirë nga organi prokurorisë, por që ne të bëjmë një analizë të tillë duhet të shikojmë vendimarrjet konkrete dhe kjo kërkon më shumë kohë. Të mos harrojmë që në një rast kaluar kur u hetua një krim zgjedhor mos gaboj në Durrës, personi përgjegjës kishte vdekur, 2 persona kishin vdekur, pra ishin varrezë dhe për shkak edhe të kohës. Sepse ato u hetuan vonë, u morën vonë, u trajtuan me vonesë dhe praktikisht ishte pa vlerë. Ashtu sikurse në Durrës ka patur raste të kallëzimeve për fotografim të votës dhe nuk është marrë një ekspert për të bërë një vlerësim të aparatit celular nëse fotoja është fshirë apo jo. Është mjaftuar vetëm me një verifikim manual nëse fotoja ekziston ose jo në aparatin celular dhe nuk ka filluar fare procesi penal. Duhet parë dhe pjesa tjetër pastaj që e përmendi edhe një nga kolegët më herët gjatë ditës që ndalohet personi që fotografon votën, por nuk ka akoma, le të themi, të paktën një prononcim ose një të dhënë mbi atë që ja ka kërkuar ta fotografoj votën. Mund të dali më vonë. Megjithatë, po, shpresojmë të dali më vonë. Më thënë, por që ka dhe një element, më falni zonë, ka dhe një element tjetër që për shembull tek qendra jonë unë jam detyruar që ta lë celularin dhe ne për shembull ne të dy jemi më është kërkuar ta lë në hyrje bashkë me çantën e vogël dhe me celular. E shpjegoj zonja Aldeshi përgatitjen e një pjese të tyre, por është e pamundur mos të dish elementin më thjesht që duhet të lësh celularin. Po shqiptarët bën si sa boletin me 2 celular. Ju kuptoj. Një dorëzon tjetrin e merr. Por nga pikpamja e standardit, në fakt zoti Andoni me të drejtë thotë sepse jo në të gjitha qendrat e votimit zgjedhësve ju është kërkuar që çantat i lënë diku. Për shembull, ne na ka ardhur një rast nga Elbasani për dyshim fotografim vote, pasi zgjedhësi është futur me çantë krau dhe komisionerët janë kujtuar ta ngrenë debatin mbasi ai ka dalë. Mbasi është kryer gjëja. Mbasi ka dalë nga dhoma e fshet. Nuk kanë parë asnjë gjë konkrete, thjesht kanë parë çantën, por çanta mund shikohet më përpara dhe standardi që dhe mua sot si zgjedhëse ma kërkuan që çantën mos futem me çantë në dhomën e fshet, duhet ishte i njëjtë nga të gjithë komisionerët. Pastaj kemi 2 celulara apo 3, kjo është vështirë se në kontroll fizik ata nuk shkojnë dot. Përvoja ime ishte kjo që unë pash një person i cili ishte në hyrje të vendit ku votohej, i cili tha që çdo person që hyn brenda duhet të lejë çantën dhe celularin. Nuk e di nëse ky ishte përfaqësuesi një partie apo nuk është se e pyeta. Nuk lejohet që ta thon vëzhguesit partia. Por duhet të qenë një nga KQZ-ja atëherë. Po ta shikosh praktikisht dhoma e fshet, nuk është dhoma e fshet që ti futesh dhe nuk të shikon njëri në kuptimin të paktën vizual nga jashtë, sepse është një kuti kartoni. Dhe në atë kuti kartoni këtë radhë minimumi të paktën nuk kishe ku të vendosje fletën e votimit, jo të vendosje edhe çantën sipër. Ishte pak e ngushtë për vërtetës në raport me fletën që ishte. Sepse ne gjithmonë shikojmë dhe dalim edhe këtë radhë dolën për gjërave të parashikuara. Ne gjithmonë parashikojmë zgjedhje, parashikojmë mekanizma, po gjithmonë dalim jashtë parashikimeve sepse lista u bë këtë radhë kaq e madhe, saqë dhe ajo dhoma e fshet nuk bënte më ku ta vendosje fletën e votimit. Kështu që duhet parë në raport me atë se çfarë ke, me atë se çfarë provon. Se në zgjedhje gjithmonë partitë politike do mbarojnë zgjedhjet. Kush mendon që është fituesi, do dalë do thotë fituesi, kush mendon që është humbsi, do bëj dhe fituesin. Dhe pasaj do fillojnë partitë politike mbrapa kësaj që ajo çfarë nuk bëjnë është evidentimi i provave, kur ata mendojnë që ka shkelje. Pra në çdo rast, nuk është që të dalësh para kamerave të bashkë, duhet të marrësh provat. Sa më shumë prova të mbledhësh, por këto duhet të evidentosh në një proces verbal, dhe pastaj këto ti depozitosh, atëherë ti e ke të fituar luftën. Dhe për hir vërtetës duhet thënë që të paktën partitë politike, sidomos opozita duhet thënë në dekadën e fundit, që kanë ngritur shumë pretendime për parregullsi zgjedhore. Këtë herë në një farë mënyrë është pa justifikuar në thojza le të themi. Të gjitha duhet shkruhen. Sepse duhet domethënë të jetë në lartësinë e durë që nëse ka pretendime të paktën ti provoj sa të mundet dhe me çfarë të mundet në mënyrë që nesër pas nesër të jetë fakte prova përballë spagut. Sikurse edhe në rastin konkret të numrit të çështjeve të kallëzuara,
sot njerëzit e shikojnë Spakun si zgjidhjen si duket edhe nga marketingu. Për mua Spaku është bërë marketingu i madh në kuptimin njerëzit nuk mendojnë më që ka prokurori, nuk mendojnë se nuk ka më element tjetër të drejtësisë cilit mund t'i ndihmojnë, po gjithmonë i drejtojnë Spakut, që do të thotë që shumë nga ato çështje të cilat janë drejtuar Spakut, o do zbresin tek prokuroritë e rrethave apo prokuroria e Tiranës, o do ikin fare, pastaj për shkak të asaj se çfarë ato paraqesin. Por si numër, tani ato janë Dhe kam dhe një pyetje evidentuara dhe është një numër të paktën krahasuar me zgjedhjet e tjera, është do të shkoj edhe një element nëse më lejoni. Se do të bëj një pyetje vjen për nga përvoja. Zgjedhjet tek ne mbarojnë një muaj përpara. Që një muaj përpara janë bërë makinacione dhe janë aq sofistikuar këta njerëzit e partive, një pjesë që nuk bëjnë asgjë, ne flasim për edukim, pa i ta thotë troç, do marrësh kaq, do jesh në filan vend, dhe madje bëjnë dhe ndarjet e punëve, dhe zgjedhjet mbarojnë një muaj para. Ky proces tani është thjesht inerci. Unë besoj që këto incidente u fusin një koeficient që nuk e tregon realitetin. Se ne po i shikojmë qytetet janë. E thënë ndryshe, në qoftë se nesër del rezultati, ose më saktë po ta bëj pyetje ndryshe që të mos duket sikur kemi një preferencë ose një jo preferencë. Nga ecuria e procesit zgjedhor deri më tani, që ju keni parë, gjatë fushatës, 24 orët e fundit dhe gjatë ditës së sotme. Nesër sipas jush, humsi duhet ta pranojë rezultatin apo jo? Patjetër, moralisht po. Jo vetëm por logjikisht. Moralisht po. Por logjikisht, duke njohur Shqipërinë, unë nuk e besoj se do e pranoj. Këtu humbja në vendin tonë është turp, ndërkohë që humbja është cak. Madje humbja të shërben në filozofi për ti të kaluar në kategori tjera, për të abstraguar në kategori tjera. Këne është fundi. E thash këtë, zonja Lesh, për arsye se gjithmonë jemi përballur me të tilla situata, pra që pas mbyllet procesi zgjedhor, mbasi del rezultati, X forcë politike fillon dhe thot nuk i njoh zgjedhjet, sepse ka pasur blerje të zgjedhjeve kështu me radhë. Përpara se të mirëmi përgjigjen, pas ka folur zoti Gonzato, ambasadori i Bashkimit Evropian i delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, Gonzato pra ka dhënë një deklaratë për procesin. Le ta ndjekim se ndoshta i shërbente përgjigjes që mund të marrim. I think today is a very important day. You know, these elections, as I said before, are important elections because they take place at a time when the EU and Albania are engaged in serious negotiations for Albania's membership of the EU. So, of course, they have a particular significance. Po, sigurisht që kemi një mesazh për zgjedhësit, për votuesit shqiptar, që dita e sotme është vërtet një ditë shumë e rëndësishme, në veçanti dhe sa i përket zgjedhjeve që po ndodhin për herë të parë pas fillimit të negociatave ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë, negociata serioze këto që po ndodhin, prandaj po, është pra në fakt mesazhi që shqiptarët të dalin e të votojnë. Janë rreth 2000 vëzhgues të ndërkombëtar të cilët po monitorojnë procesin zgjedhor të 11 majit. A keni marrë ju zoti ambasador sinjalizime për parregullsi apo shitblerje të në të gjithë vendin dhe I keni adresuar ato? So, let me say one thing first of all. I'm not doing electoral observation today. Unë sot nuk po bëj vëzhgim zgjedhor. I'm going around and visiting polling stations, talking to people, getting some first-hand impression of how the process is going. Ajo që po bëj unë sot është që po shkoj në zona të ndryshme dhe në qendra të ndryshme votimi për të parë se si po ecën votimi edhe për të krijuar edhe një ndjesi vetë personalisht duke qenë aty I pranishëm se si po ecin zgjedhjet. But as you said, there's the presence of ODIHR here in Albania with professionals who are doing their work in a very thorough way. Megjithatë, ashtu siç e thatë ju, në fakt misioni I vëzhgimeve të zgjedhjeve të OSBE ODIHR-it është në Shqipëri, ata kanë vëzhguesit e tyre në të gjithë vendin dhe ata po bëjnë një vëzhgim shumë të thellë të këtyre zgjedhjeve në të gjithë Shqipërinë. They are observing the process, they are recording reports, claims, etc., and all this will feed into the report that ODIHR will make. Që do të thotë që ata po I vëzhgojnë zgjedhjet, po shikojnë se çfarë po ndodh, çfarë do lloj raportimi që u bëret atyre do të analizohet thellësisht dhe pastaj ato do të japin gjetje dhe rekomandimet e tyre. And it will be this report that will guide our assessment of the process. Dhe do të jetë pikërisht ky raport që do të orientojë edhe ata analizë që do t'i bëjmë ne zgjedhjeve në Shqipëri. Ishte deklarata e ambasadorit Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Kemi edhe 1 minutë kohë
për të marrë një përgjigje shkurtimisht përpara se të kalojmë në reklama dhe pastaj për të lidhur me gazetarët tanë për mbylljen e qendrave të votimit. Pra, a ka apo jo shkak, e themi ligjor, politik, sipas jush, zonja Leshi, që nesër humsit mos njoh rezultatin, nga ajo që keni parë? Po jo. Unë e thash që të jepet ky përfundim duhet të kesh prova. Që të kesh prova duhet t'i mbledhësh ato, edhe duhet t'i regjistrosh. Se vetëm mbledhja, fakti mbledhjes, duhet edhe t'i denoncosh. T'i regjistrosh dhe t'i denoncosh. Në fundit, zgjedhjet janë një garë, dhe në fund, ai që duhet t'i jap dorën tjetrit, dhe t'i thotë urime përfitore. Sepse ndryshe, ne nuk mund të shkojmë më përpara. Zonja Skënderaj? Problematika sigurisht ka, do ketë në zgjedhje, por jo të tilla që rrezojnë procesin. Dhe të tilla nuk ka faktën vizualisht apo çfarë përcjellin mediat. Deri tani nga ajo që shikojmë deri nuk ka. Do të thënë, pra bazuar nga këto të dhëna, ju si më. E vetmja mënyrë për të kundërshtuar zgjedhjet është nëpërmjet institucioneve. Nëse ke pavlefshmëri ose shkaqe për pavlefshmëri, do t'i drejtohesh KQZ-s, më tej kolegjit zgjedhor, dhe nëse institucionet nuk t'i japin të drejtë, moralisht duhet pranosh humbjen. Moralisht duhet pranuar. Sipas një shteti demokratik dhe të së drejtës. Duhet pranuar rezultate, se ndoshta për dikë mund të jetë edhe fitore, për dikë mund të jetë një sukses i pjesshëm, pra duhet pranuar rezultati. Jo humbja fitore, i shmangim këto terma. Atëherë faleminderit zonja Leshi, faleminderit Benandoni për pjesëmarrjen tuaj. Ju do largoni tani, ndërkohë që zonja Skënderaj do qëndrojë me mua edhe pas orës 19, do jemi me një hapësirë publicitare dhe pastaj më një herë për të parë se si po mbyllen qendrat e votimit në të gjithë vendin.